7 vite nga tragedia e Gërdecit, ku humbën jetën 26 persona dhe u plagosën më shumë se 300 të tjerë, një prej familjeve të dëmtuara fiton betejën me drejtësinë. Gjykata administrative pas shumë seancash të zhvilluara, i dha të drejtën e dëmshpërblimit familjes së Feruzan dhe Zamira Durdaj, të cilët në këtë tragjedi humbën 4 pjesëtarë të familjes, mes tyre një fëmijë 5 vjeç. Sipas vendimit të gjykatës, Ministria e Mbrojtjes dhe Qeveria Shqiptare duhet t'i paguajë kësaj familje shumën prej 32 milion lek. Ky ishte procesi i parë i përfunduar në gjykatën e shkallës së parë administrative. Ndërkohë, avokati Dorian Matlia u shpreh pra një report se në proces janë 17 familje të tjera. Të 18 familje që ishin në proces përfaqësojnë 23 viktimat e tragjedisë, ndërkohë familjarët e 3 viktimave të tjera nuk kanë mundur të hapin proces për shkak të pamundësive për të paguar përqindjen në gjykatë para fillimit të gjyqit. Avokati Matlia në një deklaratë shprehet se familjet e dëmtuara nga tragjedia e 7 viteve më parë nuk kanë mundësi për të paguar shumën prej 1% para fillimit të procesit. Për këtë qëllim, ai është të drejtuar Ministrisë së Drejtësisë për të shfuqizuar pagesën për garancinë që kërkohet nga gjykata.